ne duhet jemi shumë të vendosur, sepse është historia më në qendër se kur të një palë zgjedhje. Më në qendër se kur një palë zgjedhje është historia e këtij vendi. Janë zgjedhjet më historike nga 2013 e këtej, ose më saktë nga 91-92 e këtej. 91-92 ishte për të konfirmuar një sistem tjetër, ndërsa këto zgjedhje janë për të konfirmuar që Shqipëria bëhet pjesë e një sistemi të ri ndërkombëtar. Për sa i përket pastaj të gjithë skuadrës tonë, unë jam shumë besim plot që kjo skuadër që kemi në rang vendi e pasqyron më së miri këtë vetdije dhe këtë moment. Nuk ka asnjëherë dot një skuadër perfekte, por ama besoj që është shumë e qartë për gjithë që Partia Socialiste ju ka dhënë gjithë mundësinë të deri edhe ballistëve ju kemi dhënë mundësinë që të shohin nga ne nëse nuk duan të vdesin në kënet. Kemi një ballist këtu, Alit Valterin, që kur na njohu nuk na unda më. Fillim e mori kështu si. Fillim vinte afër nesh me nga inati atyre, po pak nga pak kuptoj që nuk është çështje inati ardhja me ne, po është diçka shumë më tepër se kaq. Kështu deri dhe ballistët e kanë mundësinë që t'i shmangen rënjes në kënet, ose që ata të rënë janë në kënet, po qëndrimit në kënet. Është shansi i tyre i fundit për të dalë nga këneta, sepse në momentin kur do hymë pastaj në BE, fjala ballë kombëtar do të jetë thjesht një epizod historik. Kështu që nuk është shaka Alit, kjo është e vërteta. Kështu që shko tani dhe thuaj atyre të tuve që hajdeni këtu se mbetet përfundimisht në kënet. Dhe me këtë hudhër në fund për të mos marrë mësysh, po e mbyll, se hudhër më të mirë në një shtëpi politike se sa të kesh një ballist në fasad nuk ka. Shumë faleminderit.